ka me qenë. Sepse fundja, këtë të tjerët mund të akomodohen në jetën politike dhe sociale në Kosovë, por sektori në cilën LDK-ja ka, tash LDK-ja dhe partit, që besojnë tregun, në besoj këtë të qemi besojnë tregun e lirë. Dhe ju e keni aprovu, paka shumë konsensuale ka qenë kjo çështja e tregut lirë, por me i kompanit. Me i kompanit të miratu në qeverit Mustafës, Isa Mustafës. Jo, më jo, veç. Dëgjo, edhe çështja dhe temi, edhe çështja e tatimeve, pakove fiskale, tatimeve, pregaditja, deri te toka bujqësore, jo pregadit, është fakt që pregadit, sepse Kosova është pjek, është ndërtu institucionalisht që duhet me kalu në nivel tjetër. Por gjithmonë është vlerësu, a është kriju infrastruktura ligjore me të mbrojt, se ti nuk mund është me i bot tatim tokës bujqësore nëse nuk e mbrojnë bujkun edhe prodhusin bujqësor. Nuk mund është me atatu malin, se ka pronar tokave, që kanë edhe pyje, me tatu nëse nuk e mbrojnë. Privat është, të të me tatu nëse dikush ka 20-50 i ka bilej, ose i ka pasë, ose i ka trashigu, ato tatuam mrej shtetit, sot s'kan tatim, ku me ditë qka, rritet tatimi sepse edhe ata bon pronar, njerë që kanë tokë, ajo njerës ma të pasurit në botë. Nuk o vishë të na. Të na thot i kom 500 hektar tokë i ka bon, s'pagun 0 tatim, ose shumë pak tatim, edhe ma ndej, po do të njerë me bo politika, do të me bo politika me i mbroj njerëzit. Jo dini që të biznesit, të sektori privat edhe tatimi i tokës, i pronës, është trefishu. është bo një 100%, në anej për 100% që të ka këcy, edhe aja ka me që njëre për probleme që ka marrë shumë shpejt. Po, energjia është, aja që është e prodhimi, energjia është. Se këta tash, sektori ekonomisë private, sektori privat, ju më balafashu, ma heret e ka pas problem furnizimin e regullt me energji. Ka qenë kokdhimi atyre, ka qenë amon, veç furnizona me regull, edhe të kemi stabilitet në furnizem. Kur ma të modhe, problemi ka qenë kjo. Kur u stabilizu pak a shumë, çfarë do që ka ndodhë, kjo furnizim, tash problem është, në liberalizim ndodhë, nuk po mbrojt, do të më mbrojt, do të shteti me i me mekanizma me mbrojt. Ma nej, këtë që është e tjera, unë e di që sot për konzum politik përdorën, por nuk kemi këtu me përdorë për konzum politik. Vërtet do të me mbrojt 145.000 punëtorë në sektorin privat. Edhe kryus, për tani që këtë kryu minister edhe krejt lider të politika dhe partive në Kosovë kanë thonë, herojt e mas luftës që janë pondansit, apo jo? Herojt e gjallë... E keni vendos ligjin i cili thëtë ka me bo qëta. Edhe keni pranu procesin, s'po thëmë ty personalisht, as LDK-s, po thëmë komplet shoqëris. Keni thonë, na him në liberalizim tregut energjis. Keni thonë, na hekim dorë nga qymyri, se na dojna me hi në politikat të energjis pastër. Fukaroja, do me hi me energjit pastër. Keni thonë ju, që kjo shumic, tu e ditë që jeni fukaro, tu e ditë që se në biznis në Kosovë me investu një cent, se jemi disfavorizum për gjitha aspekt, kena mujtë mi favorizu vish me energji. Qa ta keni thonë, jo, regull, na me propelera e prodhojmë rrimë. Ty pas qëmër, ty fletë mi qëmër. Qka po të me më thonë? Një klasë politike krejtësisht e papërgjeshme. Cilin kur vjen tash me zbatu vendimin që del aty në fotografitë e Bruxellit dhe unë mirë që unë jam pro-evropiani kur të shep pasojën realit ati vendimi, atë ja gabim. Se pileshim krejt bizniset na pa punëtor. Po pilojnë pa punëtor. Sepse që aty qatë kapacitet intelektual nuk e kemi pas në momenti kur kemi folë për shtë gjëra. Ose e kemi pas në atë moment, po ma nesë kemi pas kapacitet organizativ me zbatu qatë vetëm. Nuk është këj vendimi vetëm, edhe të tatimi mire ki. Pranojmë kërkesat FMN-s me rritë tatime. Hajtë mledhe atë tatim. Dil mledhe në komuna, dil mledhe me qeveri. Se cila bjenë. Duhet pak një reflektim ma për toke, me më thonë, ka dalë. Qëfar sistemi energji, qëfar bëje, qëfar popullis që flenë mi qëmërë, që e ka shkallën ma të dalë smundjeve pi kësaj. Populli ma i varfu në Evropë, thëtë unë ja kaloj Polonisë, unë e kom standarde ma tullë të kërkesa me